Nëse po e shikon këtë video, ndalo për një moment. Kjo nuk është rastësi. Ka diçka që po ndodh në jetën tënde tani. Diçka që nuk e ke kuptuar plotësisht ende, por që po të çon drejt një ndryshimi të madh. Ndoshta ke ndjerë konfuzion, ndoshta ke kaluar momente të vështira, ose ndoshta thjesht ke ndjerë se diçka brenda teje nuk është më njësoj. Dëgjo me kujdes, sepse ka 12 shenja të qarta që tregojnë se jeta jote është gati të ndryshojë plotësisht, dhe shumica e njerëzve i injorojnë këto shenja derisa është vonë. Por ti je këtu tani, dhe kjo mund të jetë shenja e parë. Mos e humb këtë video, sepse ajo që do të dëgjosh mund të ndryshojë mënyrën si e sheh gjithçka. Nëse kohët e fundit ke filluar të ndjesh diçka ndryshe brenda vetes, ndalo dhe mendo për këtë. Ndoshta nuk është diçka që mund ta shpjegosh lehtë. Nuk është një ndryshim i madh që shihet nga jashtë, por është një ndjesi e qetë, e thellë, që po rritet brenda teje. Gjërat që dikur të shqetësonin shumë, tani nuk kanë më të njëjtën fuqi mbi ty. Fillon të largohesh nga drama, nga zhurma, nga njerëzit që të zbrazin energjinë, dhe pa e kuptuar, po kërkon më shumë paqe se sa përgjigje. Kjo është shenja e parë. Sepse çdo ndryshim i madh në jetë nuk fillon jashtë, ai fillon në heshtje, në mendjen dhe zemrën tënde. Është si një përgatitje që nuk shihet, por që po të çon drejt një versioni të ri të vetes. Ndoshta ndihesh pak i humbur, sikur nuk i përket më vendit ku je, dhe kjo është në rregull. Sepse nuk je duke humbur veten, je duke u transformuar. Dhe ky është fillimi. Ke vënë re se disa gjëra që dikur të bënin të lumtur, tani nuk të japin më të njëjtën ndjenjë. Ndoshta aktivitete që i prisje me padurim, tani të duken bosh, biseda që dikur të tërhiqnin, tani të lodhin, dhe njerëz me të cilët ndiheshe mirë, tani nuk rezonojnë më me ty. Kjo mund të bëjë të ndihesh konfuz, madje ndonjëherë mund të pyesësh veten, çfarë po ndodh me mua? Por e vërteta është kjo, asgjë nuk është gabim me ty, ti po rritesh. Kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, ajo fillon duke larguar nga ty gjithçka që nuk përputhet më me versionin e ri që po bëhesh, dhe kjo shpesh ndihet si humbje, por në të vërtetë është hapësirë që po krijohet. Nuk është se ti nuk gjen më kënaqësi, është se tani kërkon diçka më të thellë, më të vërtetë, dhe kjo është një shenjë shumë e fortë, sepse nuk mund të hysh në një jetë të re duke mbajtur të njëjtat gjëra të vjetra. Ka diçka brenda teje që nuk po të lë të qetë. Nuk është zë i fortë, nuk bërtet, por është i vazhdueshëm. Një ndjesi, një shtytje e brendshme që të thotë se duhet të ndryshosh diçka, se nuk mund të qëndrosh më aty ku je. Ndoshta nuk e di saktësisht drejtimin, ndoshta nuk ke një plan të qartë, por e ndjen thellë brenda teje se je thirrur për diçka më shumë, dhe kjo ndjesi nuk largohet. Mund të përpiqesh ta shpërfillesh, mund ta shtysh për më vonë, por ajo gjithmonë kthehet, më e fortë, më e qartë, më e thellë. Kjo është shenja e tretë. Sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë, fillon një lëvizje nga brenda, një thirrje që nuk vjen nga logjika, por nga shpirti. Dhe ajo nuk është aty për të shqetësuar, është aty për të drejtuar. Mos e injoro, sepse ajo po të çon drejt vendit ku duhet të jesh. Ke vënë re se kohët e fundit shumë gjëra nuk po shkojnë sipas planit? Dera që mendove se do të hapej, u mbyll. Planet që bëre me kujdes, u prishën. Gjërat që ishe i sigurt se do të funksiononin, nuk ndodhen. Dhe kjo mund të të ketë zhgënjur, mund të të ketë bërë të ndihesh sikur gjithçka po shkon gabim. Por ndalo për një moment. Po sikur kjo të mos jetë një pengesë, po sikur të jetë drejtim. Kjo është shenja e katërt. Sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, jo çdo gjë do të funksionojë si më parë. Në fakt, shumë gjëra duhet të ndalojnë, që ti të mos vazhdosh në një rrugë që nuk është më për ty. Ajo derë që u mbyll, ndoshta po të mbronte. Ai plan që dështoi, ndoshta po të ridrejtonte. Sepse ndonjëherë, ajo që duket si humbje, është në të vërtetë mbrojtje, dhe ajo që duket si fund, është fillimi i një rruge më të mirë. Mos u frikson nga kjo fazë, sepse edhe kur nuk e kupton,
Jeta po të qonë saktësisht aty ku duhet të jesh. Ke pasuar ditë kohët e fundit, ku ndihesh i lodhur, jo fizikisht, por emocionalisht. Edhe kur nuk e bër asgjë të rënd, ndihesh i zbrazët, pa energji, pa motivim, si të ketë ikur forca nga brenda. Dhe ndoshta nuk e kupton pse. Nuk ka një arsye të qartë, nuk ka një ngjarje të madhe që ta shpjegoj, por lodhja është reale. Kjo është shenja e pestë. Sepse kur jeta jote është gati të ndryshoj, trupi dhe shpirti yt kalojnë nëpër një proces të thellë. Është si një pastrim i brendshëm, një çlirim nga gjithçka që ke mbajtur për shumë kohë. Emocione të vjetra, dhimbje të heshtura, pritje të gjata, dhe kjo kërkon energji. Kjo lodhje nuk është dobësi, është transformim. Është shenja që diçka brenda teje po mbyllet, që diçka e vjetër po përfundon, për t'i hapur rrugë diçkaje të re. Mos u frikson nga kjo ndjenjë, jepi vetes kohë, sepse pas kësaj faze vjen një forcë që nuk e ke ngjerë kurrë më parë. Ke vënë re se kohët e fundit po kërkon më shumë vetmin? Jo sepse nuk i do njerëzit, por sepse ndjen nevojën të jesh vetëm, të largohesh nga zhurma, nga bisedat e kota, nga energjitë që të shpërqendrojnë. Gjërat që dikur të dukeshin normale, tani të lodhin shpejt, dhe në vend të kësaj, fillon të kërkosh heshtjen, qetësinë, kohën me veten. Kjo është shenja e gjashtë, sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, ke nevojë për hapësirë për të dëgjuar veten, për të dëgjuar drejtimin e ri që po formohet brenda teje. Nuk është izolim, është përgatitje. Është një fazë ku po rikthehesh te vetja jote e vërtet, ku po kupton çfarë ka vërtet rëndësi dhe çfarë jo. Dhe në këtë heshtje, fillon të gjesh përgjigje që nuk i gjeje kurrë në zhurmë. Mos e shmang këtë fazë, sepse në qetësi lind qartësia. Ke filluar të vësh re gjëra që nuk mund t'i shpjegosh lehtë. Numra që përsëriten, mesazhe që shfaqen pikërisht në momentin e duhur, fjalë që dëgjon rastësisht, por që duket sikur janë për ty. Rastësi? Ndoshta jo. Kjo është shenja e 7, sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë, fillon të ketë një lloj sinkronizimi. Gjërat fillojnë të lidhen në mënyra që nuk i kontrollon dot. Është sikur diçka po përpiqet të tërheqë vëmendjen. Ndoshta një ide që të vjen papritur, ndoshta një person që shfaqet në jetën tënde në momentin e duhur, ndoshta një ndjesi që të thotë, kjo ka kuptim. Dhe sa më shumë i vëren këto shenja, aq më të qarta bëhen. Kjo nuk do të thotë që gjithçka është e lehtë, por do të thotë që nuk je vetëm në këtë proces. Ka një drejtim, ka një rrugë që po formohet, dhe këto rastësi janë gjurmët e saj. Ke filluar të thuash jo, më shpesh se më parë? Gjërat që dikur i pranoje pa menduar, tani i analizon. Situata që të merrnin energjinë, tani i shmang, dhe njerëz që kalonin kufit e tu, tani nuk i lejon më. Dhe ndoshta kjo të duket e çuditshme, sepse më parë do të përpiqeshe të kënaqe të gjithë, do të sakrifikoje veten për të ruajtur paqen me të tjerët. Por tani diçka ka ndryshuar. Kjo është shenja e 8. Sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, fillon të respektosh veten në një nivel më të thellë. Nuk është egoizëm, është vetëdije. Është kuptimi se energjia jote është e vlefshme dhe nuk mund ta shpërdash kudo. Dhe sa më shumë vendos kufi, aq më shumë hapësirë krijon për gjërat që janë vërtet për ty. Mos u ndje keq për këtë ndryshim, sepse njerëzit e duhur do ta kuptojnë dhe jeta e duhur do të fillojë të afrohet. Pa pritur, gjërat e reja fillojnë të shfaqen. Mundësi që nuk i kishe menduar, ide që nuk i kishe konsideruar, dyer që as nuk e dije se ekzistonin, fillojnë të hapen. Dhe ndonjëherë ndodh në mënyrë të papritur. Një bisedë rastësishme, një mesazh, një mundësi që vjen pa paralajmërim. Dhe brenda teje lind një ndjesi e çuditshme, si një përzierje midis frikës dhe emocionit. Kjo është shenja e 9. Sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, nuk mbyllet vetëm e vjetra, por fillon të hapet e reja. Dhe këto mundësi nuk janë rastësore. Ato janë përgjigje. Janë pjesë e një rruge që po formohet për ty.
por ka diçka të rëndësishme. Duhet të jesh i gatshëm t'i pranosh. Sepse ndonjëherë mrekullia nuk vjen siç e ke imagjinuar. Ajo vjen si një mundësi. Ka momente kur ndihesh i humbur. Sikur nuk e di më saktësisht kush je. Sikur nuk je më ai personi që ishe, por ende nuk je bërë ai që do t'i jesh. Dhe kjo ndjesi mund të jetë e frikshme, sepse është si të qëndrosh në mes të dy botëve. E kaluara nuk të përket më, por e ardhmja nuk është ende e qartë. Kjo është shenja e 10 dhe është një nga më të rëndësishmet, sepse kjo ndjenjë humbjeje nuk është fundi i diçkaje. Është procesi i lindjes së një versioni të ri të vetes. Është një fazë ku identiteti yt i vjetër po bie, për t'i hapur rrugë diçkaje më të vërtetë. Edhe pse nuk ke të gjitha përgjigjet, ti je në rrugën e duhur. Mos u frikso nga kjo ndjesi, sepse ndonjëherë duhet të humbasësh atë që ishe, për të gjetur atë që je vërtet. Pa ndonjë arsye të qartë, fillon ta ndjesh, si një ndjesi e brendshme, e qetë, por e fortë. Sikur diçka është gati të ndodhë. Nuk ke prova konkrete, nuk ke një datë, nuk ke një shenjë të qartë që mund ta shpjegosh me logjik, por e ndjen. Një pritje ndryshe nga të tjerat. Jo ankth, por një lloj qetësie e mbushur me pritje. Kjo është shenja e 11, sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, para se ta shohësh me sytë e tu, e ndjen me shpirtin tënd. Është si një paralajmërim i heshtur, si një moment para lindjes së diçkaje të madhe. Dhe kjo ndjenjë nuk është imagjinat, është përgatitje. Mos e njoro, sepse shumë njerëz e ndjen këtë, por dyshojnë dhe e lënë të kalojë. Por ti, qëndroj i hapur, sepse kjo mund të jetë momenti parakthesës më të madhe të jetës tënde. Dhe tani, ke arritur deri këtu, duke dëgjuar çdo shenjë, duke ndier çdo fjalë. Dhe pyetja është kjo: a ishte rastësi, apo ishte diçka që duhej ta dëgjoje pikërisht tani? Kjo është shenja e 12, sepse kur jeta jote është gati të ndryshojë për mirë, fillon të tërhiqesh drejt mesazheve, njerëzve dhe momenteve që kanë kuptim për ty. Dhe fakti që je këtu, që e ke parë këtë video deri në fund, nuk është rastësi. Është konfirmim. Konfirmim që je në rrugën e duhur. Konfirmim që diçka është në lëvizje. Konfirmim që ndryshimi që ke ndjer është real. Mos dysho më, mos u kthe prapa, sepse gjithçka që ke kaluar të ka sjell deri në këtë moment. Dhe ky moment është fillimi i diçkaje të re. Besimi yt nuk është i kot. Pritja jote nuk ka qenë e kot. Dhe jeta jote është gati të ndryshojë plotësisht.